Për herë të parë në historinë e Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar do të drejtohet nga një grua. Juliana Emiri, një emër që vjen nga shoqëria civile pas angazhimit të saj në protestat e opozitës dhe që pason në këtë detyrë Edi Palokën. Sa kaq, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike zgjodhi edhe 20 anëtarë të rinj të kryesisë, 60% e së cilës janë gra, vajza dhe të rinj, në moshën 35 vjeçare. 14 anëtarë të zgjedhur janë për herë të parë pjesë e këtij organi. Vlora do të përfaqësohet në kryesi nga 2 demokrat të propozuar nga radhët e partisë në bazë, të cilët arritën të shpalleshin fitues gjatë votimit. Atirt Hoxha, ish kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës dhe ish kandidat për deputet, si dhe Nikola Kedhi, i ardhur si propozim nga të rinjt demokrat. Ndërkaq kryetaria e Partisë Demokratike të Vlorës, Nada Meçorapaj, ishte pjesë e komisionit të votimit që administroi procesin e votimit për kryesinë e re të Partisë Demokratike Shqiptare për krah Edi Palokës. Televizioni 6+ nga Vlora ju njeh me emrat e anëtarëve të rinj të kryesisë. Drejtuese e Këshillit Kombëtar është Juliana Emiri. Kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare përbohet nga gra: Eda Grimci, Edith Harxhi, Floriana Garo, Ilda Zhulali, Lili Sula, Mimoza Hajdarmataj. Të rinj: Andja Ulliri, Desada Xhetani, Fation Bathoria, Glauk Oldashi, Lorenca Hoxha, Nikola Kedhi. Burra: Atirt Hoxha, Dorian Teliti, Ervin Minarolli, Fisnik Qosja, Gjingjoni, Grigel Smuçollari, Ilira Lik Mehmeti, Keltis Kruja.